Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Megjithatë, Kam unë 2 ëmbëlsira po duash. Po. Nga fusha pornografisë gjithmonë. Ka vetëm shpresë e jona. Mirë, shiko. Për një botë më të mirë. Të japun këtë këshillën dhe mbyllim ato tutuat atëherë, meqense janë fix ëmbëlsira për në fund. Unë flas me zërin dhe mendjen e një sër shkencëtarësh, ju sugjerojmë që smartphone-ët tuaj, telefonët tuaj smart të mos t'i përdorni në banjo. Domethënë, është në kokë? Jo si letër higjienike. Unë për atë kisha, sepse ka njerëz që në moment caktuar kur mban, shiko Blerina, a nuk të duket që njeriu mund gatuar të kollaj, se nëse je me celular në banjo dhe me letër njërin në dorë, celular njërin në dorë, a mund bësh veprimin e gabuar ndoshta? Jo vetëm që s'duhet bëni këtë, po ju s'duhet ta mbani fare celularin në banjë, thon shkencëtarët. Sepse ju bën keq për shëndetin, ju bën keq për qëndrimin, se ju krus, ndërkohë që rrini për minutë, pra, duke zgjatur kohën e qëndrimit në tualet. Pra mos vallë, po na shkenca po na sugjeron që në atë vend ne duhet rrim drejt. Mos vallë, jemi ulur gabim për shekuj me radhë. Ndoshta. Le ta nisim duke mos marrë. Se shqiptarët zakonisht kanë stilin kërcim trampoline. Kështu. Dhe mos rrini më shumë se 10 minuta. Tani ju që keni vështirësi në pozicion, mund të lëvizësh brenda banjës, ndoshta për më shumë se 10 minuta Blerina. Çto shkenca? Sepse ka ardhur momenti që edhe në banjë të shkojmë me pak shkencë. Blerina. Ja, ka dhe nga ata që pyesin nëse smartphone-it bën me hemoroide, po nuk do hym në këtë. Është ajo e parë që tham kur ti ngatron përdorimin, pra në vend të letrës higjienike. Sapo dëgjova një zhurmë që mbase ishte edhe gol. Mund të jetë andorës, se nuk ishte aq i fortë sa ç'duhet ishte, po ishte i kombëtares. Blerina, fundi një marrëdhënie romantike. Nuk vin nga hiçi, siç kujtonim ne. Po u piq kërka. Për 1 ose 2 vjet rresht. Domethënë, u qyqa. Po ku ka marrëdhënie sot 2 vjeçare? Po mirë, mas javës parë që e lidhur, fillon dhe pjek ndarjen. Dhe ndash mas 2 vjetësh. E kuptoj. Dhe këto analiza janë bërë kudo ku ka shqiptar, në Gjermani, në Australi, në Britani dhe në Holland. E qartë. Janë bërë analiza, është bërë një studim me analiza gjaku, që t'jemi të qartë. Hulumtime do thoya unë. Feçe. Nuk kanë vajtur deri atje Blerina, por kanë mbledhur të dhëna nga njerëz të cilët jetonin në marrëdhënie në këto shtete që përmenda. Dhe rezulton që partnerët 2 gjëra kanë vënë re. E para që ndarja u piq kërka me kohë. Po kanë marrë çifte që jetonin për një kohë gjatë me njëri tjetrin, po. Dhe e dyta që jo të dy palët e përjetojnë këtë tranzicion po e quaj unë në të njëjtën mënyrë. Domethënë, po, është gjithmonë njëri që do të ikë dhe tjetri që i kapet ke këmba. Pikërisht. Domethënë, ky që është, si më thënë, ky që do të ndahet, ka tranzicionin, ka kokë. Po. Të përgatitet për sprint, si më thënë. Po, ha mirë, domethënë shkon në banjo, rri më pak se 10 minuta, pra kryen gjithë gjërat e duhura që duhen bërë para se të ndahesh. Se ka kohë. Po. Ky tjetri, ky fakiri që zgjidhje. Po. Ky pikabu. Ky hallexhiu tjetër ka shumë pak kohë për tu përshtatur me këtë procesin e ndarjes. Dhe e gjitha kjo çfarë na bën të kuptojmë? Që më mira është të mos lidhesh, jo të mos ndahesh. Jam dakord. Ashtu dhe. Kam edhe një studim tjetër nëse na pret koha që fytyrat, nëse ti ishe në sfond të kuq. Po. Pra, nëse ti mua nuk më sheh në këtë sfondin Leila, që është Leila me një bluet që lëviz nga Leila në blu dhe nganjëherë bëhet edhe e bardhë me Marilyn Monroe të shartuar me Marge Simpsonin, do të dukesh më imponues, po të më shihe në të kuq. Pra sfondi që me cilën rretho kemi veten na bën të dukemi më të egër edhe më të dominant. Pra kur duam të ushtrojmë presion diku, ti shkojmë me një çarçaf të kuq. Dhe për ta mbyllur me një lajm të mirë, martesat prishen më shpesh sipas statistikave kur gruaja është e sëmurë. Se sa kur burri është i sëmurë. Çfarë na thot kjo për qenie njerëzore maskullore që janë të poshtër? Ja, që janë çik legenda me raste pa hajt.
Domethënë, po nuk janë Mirë. as të këqij. Kolo ti ke lënë një Na vasko hyn dhe në roz punë. për në fund, Po sigurisht. i cili na përshëndet për sot. Në sot nuk është e hënë. Dhe ne do rikthehemi me fitore javën e ardhshme Patjetër. në të njëjtën studio, në të njëjtën orë. Mbasnesh vjen Senza parole. Çfarë vjen mas Vaskos domethënë vjen? Radio Elona dhe shumë tash e theme rreth Big Brother.